أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që marrim nga ky libër i këtij autorit madhështor, Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër, librin e tij Riyadus Salihin, ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e 80 me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli i cili flet për detyrën dhe obligimin që ka muslimani në respektimin e të parit të tij, përderisa ai nuk urdhëron në mëkat. E në momentin që ai urdhëron në mëkat, atër i ndalohet besimtarit musliman t'i bindet dhe t'a ndëgjon atë kryetar. Jemi akoma në hadithin e parë në këtë kapitull, hadithin me numër 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلى أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه." نرفان عبد الله ibn Omeri radiallahu anhuma, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: çdo njeri musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe të bindet të parit të tij në gjërat që i pëlqejnë edhe në ato që nuk i pëlqejnë, përveç se kur të urdhrohet në mëkat. Atëherë kur të urdhrohet në mëkat, as duhet ta ndëgjon e as t'i bindet atij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihet e tyre. Kemi dhënë shumë mësime, sqarime dhe porosi në lidhje me këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, derisa kemi ardhur tek pjesa e kuptimit të përgjigjes të thirrjes së Allahut madhërisëm dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe aty kemi përmend hutben e khalifes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekrit radiallahu anhu, në momenti kur atë e zgjedhin për khalife, për zëvendës të pozitës së imamit, kryetarit mas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në mësimin e fundit filluam të lexojmë këtë fjalim të tij dhe ta përpunojmë dhe elaborojmë atë, e ai në këtë hutbe të tij, në këtë hutbe të marrjes së detyrës dhe drejtimit të këtij fjalimit popullit i tha kështu: "Ejuhen nas, o ju njerëz, fa inni qad wallitu alaykum wa lastu bi khayrikum." Unë e kam mësh dhënë detyrat, jem i pari juj, edhe pse s'jam më i miri në mesin tuaj. "Fa in ahsantu fa ainuni." E nëse bëj mirë, më ndihmoni. "Wa in asa'tu fa qawwimuni." E nëse bëj keq,
gaboj, më korrigjoni, më drejtoni. Pastaj tha as-sidqu amana wal kadhibu khiyana. Sinqeriteti, vërtetësia është amanet, e gënjeshtra është tradhti. Këto fjalë na i kemi sqaruar në mësimin e kaluar. Po çdo herë që na i lexojmë edhe i ndëgjojmë, kemi nevojë më ndal, edhe me i elaboru, edhe me i zbërthy, edhe me reflektu, edhe secili prej neve mësimin e duhur me marr. Abu Bekri radhiyallahu anhu kush ka qenë më i miri prej muslimanëve mas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çka thot ai? Ma kanë dhonë amanet pushtetin, edhe pse jam më i miri për jush. Para mendoni këtë burr kaq të madh, me atë sukses të jashtëzakonshëm, çfarë modestie, edhe merre ti veten tonë, unë veten time dhe ti veten tonë, edhe këshire çfarë mendje madhësie na ka plan neve, të gjitha mejdanet kur kemi ndonjë sukses të theksu. Mendojmë se me ne s'ka, më të mirë se ne s'ka. O vllazë, kemi nevojë shumë, secili me veten e vet me punu, me insistu në modesti. Edhe mos me leju shejtani me mashtru e me bo mendje madh, arrogant, për buzës i tjerëve. Me mendu se si ti s'ka, ma i mirë se ti s'ka. E tjerët këtë kanë mangësi e dopsi e ti me lache që e të në tokë. Duhet na të jemi autokritik. Se cili të analizon mangësit e veta, dopsit e veta, kërkon falje fillimisht të Allahu për to dhe pastaj të punon të i korrigjon ato. Dhe tjetra që edhe këtë e zbërthym, nëse unë e bëj mirë, më ndihmoni. Nëse unë e gaboj, më korrigjoni. Është guxim, i thuhet guxim intelektual, që mos me pretendu se krejt vendimet e mia i kam sakta. Krejt planifikimet e mia i kam sakta. Megjithëse sa ishte i dëshmuar për suksesin e tij, sa ishte multimilioner para se më bë musliman. Dhe vazhdoi me bizneset e tij edhe kur u bë musliman, po edhe shumicën apo krejt pasurin e dha fi sebilillah, që dëshmoj shumë suksese në jetën e tij, edhe përsëri kur e mori pushtetin si amanet, u thot të pranishmeve në xhami që janë më të vegjël se ai në fe, e ndije, e në sukses, i thot atyre, kur të bëj mirë, më ndihmoni, e kur të gaboj, më korrigjoni. Para mendoni tani këtë porosi, unë edhe ti në pozitat tona. Nëse Zoti na ka dhënë ndonjë sukses, ndonjë lëmi, nuk durohemi pi qallëmit. Si themi na këtu në Shkup, nuk na prek huna në tokë, veç e mojnë përpjet. Arrogancë, mendjemadhësi, për buzët tjerëve, ecim me gjoksin përpjet, ecim gishta, qifemi nga gjithë se kush jemi na, çka kemi bërë. Megjithëse këtë jemi njerëz, edhe gabimi është i natyrshëm për njeriu. E kundërta është e pa natyrshme, njeriu mos me gabu kur, s'ka mundësi. Ty pas parasysh këto rrethona, ty pas parasysh amanetin e pushtetit, ty pas parasysh se kur të kish bësh me shumë njerëz, të ikin gjanat. Nuk mundesh me i perceptu që në start mirë. Nuk mundesh me organizu çdo gjë me imësirat e veta, për shkak se detyrat ndahen, delegohen, shpërndahen, e ata që ti u jep detyra dhe u delegon pushtetin, kanë mundësi mos me qenë si ti në përgjithësi. Edhe ikin gjonat, ndodhin mangësit. Edhe thot Abu Bekri radhiyallahu anhu këtë porosi, kur të bëj mirë, ndihmoni, e kur të gaboj, më korrigjoni. Pse e thot këtë porosi?
se zatën njerëzit kanë respekt të prum dhe pushtetit. Pse? Për dy arsye. E para se kanë frikë për pushtetit. E dyta, pse kanë interes për pushtetit. E unë e përsëris edhe sot, atë që kena përsërit vazhdimisht këtë me gjistoni. Nuk mund është me konë musliman hakikat nëse i ke frikë pushtetit edhe lakmon ki interes vetëm për pushtetit. Muslimani i vërtet as ka frikë për pushtetit e as e lakmon pushtetin. Nuk shikon interesin e vetë të pushtetit. Si që bëjnë fatkesisht shumica e njerëzve sot. Edhe kjo është manifestim i dobësisë së imanit. Edhe i keq kuptimi të fesë. Edhe i keq kuptimi të jetës. Edhe për këtë arsye, Ebu Bekri radiallahu anhu u tha të pranishmeve, unë jam pushtetari. Po ju tham juve, kur të bëj mirë, më ndihmoni. E kur bëj keq, më korrigjoni, qohuni në kom, edhe thoni se që kjo që ke boti është gabim. Normalisht, elaboroje, arsyetoje qëndrimin tanë. Ama i motivon edhe i nxit edhe u jep liri, që thuhet sot liria e shprehjes. Sot liria e shprehjes përdoret si anestezion, si drogë. Me dhonë ti mundësi me thonë çka dush, po gjithashtu mi dhonë në vetës teme me bo çka du. Ti fol, kritiko. Jep vërejtje, po unë e vazhdoj me temen, se sikur se ki liri ti mu shprej për mendimin tanë, unë kam liri me vepru si du une. Kjo është realiteti sot. E Bekri radiallahu anhu deshti me thonë atyme, jo as keni nevoj mu tut për pushtetit, se ki pushtet është amanet në qafën tonë, as ki nevoj me pa vetëm si interes pushtetin edhe me i bo lajka, edhe me u tregu si përkras i pushtetit për të përfitu diçka nga pushteti, por çdo ku e shef se na kena gabu që unë kom, edhe korrigjoja gabimin tonë. Edhe na sot, duhet me pas njëjtën qasje. Normalisht, jo me fol pa dituri, si që ndodhë në shumicën rasteve në mesin e popullit tonë. Mbledhen populli jonë qajtore, edhe bëjnë debate për geopolitik, bëjnë debate për geostrategji. Haberin si ja ka muhabetit, kur kun s'lidhet, s'ka lexu asgjë për atë që fol, ama jep vetës të drejtë me fol, jo. Nuk flas për kësi muhabete, po ekspertët e ndryshëm, që i ka një shtet, që i ka një popull, që i ka një vend, ata duhet me qenë të zëshëm, të gëzimshëm, në kundërshtimin e plan programeve qeveritare të gabuara, dhe t'i elaborojnë ato në pikpamjet akademike shkencore të tyre, dhe të mos kenë frikë se nëse ata janë kritik dhe pushtetit, kanë mjandru vendin e punës, apo kanë me largu prej vendit punës. Jo, aje thot mendimin e vetë, e jep kritikën e vetë, e jep analizën e vetë, edhe as kush nuk e lëviz për vendin, as nuk ishkon menjë e bilëm, mjandru vendin e punës, sa i ka qenë kritik dhe pushtetit. Gjëra që fatkesisht ndodhin sot, jo vetëm në pushtetin e madh, po edhe në xhami, me të kritiku dikush për xhamatit, ty si hoq, po flas për vete. Ma pak ki me dasht se atë që të berë në shpinë e të lavdron vazhdimisht. Me gjithë se kjo që të kritikon, shumë herë e ka ma tamam se kjo që të berë në shpinë e të bën qefin kote kote. Këtë na jemi qashtu. Kush na lavdron, e dojmë ma shumë. Kush na kritikon, më njerë fillojmë të ikim ati. Normalisht ka edhe raste ku dikush veç kritika ka. S'ka asnjë lavd mirë. Edhe normalisht ajo bezdi bot, mërzi bot. Ama kemi njerëz që janë sinqert edhe janë largpamas edhe janë analitik, i shohin imsirat, edhe kur folin mundohen me ndihmu për me zgjedh një problem ose me te i kalu atë. Ti nuk duhesh më i dhënu.
as nuk duhesh më prek, as nuk duhesh më pak me dash, bile me kon na shumë të mirë, edhe shumë sinqert, edhe tamam si duhet, ata që na kritikojnë me vend, po tham, edhe njerë, se e di, dikush ka mundësi më thonë, o Zot, dikush pete pron, kote për fol. Po flas, dikush që të kritikon me vend, ti duhesh me dash atë ma shumë, se atë që të lemon e të përgdhel, edhe kërë ki gabim. Se a i të mytë, ki dyti të mytë kadal, tu ta amnestu gabimin, edhe tu ta mbulu, tu ta zbukuru atë gjendje tonën, edhe kjo qënë të shkatrim tonin. Shkon të bo gabim, mas gabimi, dhe sa shkatrosh. A kjo që të kritikon me vend, ki të qelë sytë. Edhe ndimon të shofsh gabimin, defektin. Edhe sigurisht se bën më të mirë sa ki qenë. Mirë po, tabiati jonë është, kush na kritikon, ikim për ti. Kush na përgdhel, i afrohemi ati, me gjithë se kritika e të parit është ma e dobishme se ne, se përgdhelja e dytit. Ama, tabiati njerit ka qef me u gëzu lavdit, edhe me qeni pak nash në kritikave që na japin neve. Ebu Bekri radiallahu anhu e solli këtë standard. Tha, kur të bëj mirë, më ndihmoni. Kur të gaboj, më korrigjoni. Pse se amanet është kjo punë. Kina me dhënë llogari për te para Allahu dhul Gjelal. Me dhënë llogari popullit, pjesës akademike, intelektuale, ekspertëve në këtë botë, është shumë ma lehtë se me dhënë llogari Rabbul Aleminit në ahiret. Edhe praktikisht është ma lehtë, edhe realisht është ma lehtë. Praktikisht, se në momentin që ti ki pushtetin, edhe i mbledh ekspertët me analizu vendimet e tuja dhe thëjnë këtu e ki bo mirë, këtu ki gabu, që kjo është gabim, kjo duhet mu korrigju, ata folin para teje, po ti e ki pushtetin. Edhe e fol me e tyre ndajte, ka me qenë me kujdes, me vëmendje, me fjalë të buta, që e ka lënë ma letë. Askosh s'mundet më ardhë me të bërtit, se ti e pushtetari. Edhe atë vërejtje, edhe atë këti që ka me të adhon me butësi, me menquri, me urësi. E ka lënet, ama para Rabbul Aleminit, ka me qenë llogaria e ashpër, precize, imësirat do të analizohen, waqifuhum innahum mas'ulun, populli ka mi thonë Rabbul Aleminit, nani këta pushtetar, ata du të me dhonë llogari për qeverisin e tyre ndaj neve. Pasha Allahun e madh me konë se cili për neve që ka interes politik edhe lufton e vrapon me marë pushtet, ose me ndimu dikan me marë pushtet, me menu këtë moment se cili për ati që ka pushtet edhe këti tjetër që ndimon dikan me marë pushtet, kanë me dhonë llogari për atë moment të qeverisjes në pushtetin e ti, shumë herë edhe shumë thellë e kishin mendu punën e vetë që e bëjnë. Waqifuhum innahum mas'ulun, thot Allahu i madhreshëm, kur flet për ahiretin, thot do të qohen njerëzit do i thojnë Allahut, nannit filanin e fistekun, le t'japin llogari për ne. Ky ajet ulemat kanë thonë, ka me ndodh prej fëmijëve për prindët e vet. Fëmijët kanë me thonë Rabbul Aleminit, o Zot, nale babën tem, merrën llogari, pse s'm ka dhënë tërbije të mirë. Se s'ma ka mësu shahadetin, s'ma ka mësu namazin, s'ma ka mësu mbulesën islamen, s'ma ka mësu agjerimin, haxhin, zeqatin e kështu me radhë. Po vlen edhe për popullin raport me pushtetarët. Kanë më dhonë llogari për të gjitha detalet. Edhe për këtë arsye, na duhet me ngrit vetdijen ton individuale dhe atë kolektive, si individ dhe si xhamat, atë që quhet vetdia kritike, që mi shiku gjërat në mënyrë analitike, të mirën me ndihmu me përkra kushdo që do e bën, e të keqen me kritiku dhe me kundërshtu kushdo që është ai që e bën. Edhe me qenë sinqert në analizat tona, jo për shkak të frigës mja majt krahun,
ose për shkak të interesit me amojt krahën. Jo, të na, si që e kemi thonë vazhdimisht dhe kena me përsërit sa t'jemi gjallë, interesi më i madh i joni është triumfi i Islamit. Edhe njëherë po e përsëris. Interesi jem edhe joti njëtë si musliman duhet me qenë interesi jot më i madh njëtë duhet me qenë triumfi i Islamit, fitore e Islamit. Nëse t'hup ky qëllim, mos u merr me kësi punë se kemi dhënë llogari të rëndë. Interesi jot, xhepi jot, bizneset e tuja mos i shtin llogari se kemi dështu dhe kemi dhënë llogari të rëndë. Veç interesi i fesë. E para dhe dyta, interesi i zhvillimit të kombit ton, përparimit të kombit ton. Këta janë dy piknisje dhe dy standarde që na në veprimin ton politik duhet mi pas parasysh. Bëj punë përderisa jam i bindur se kjo e ndihmon fen time. Bëj punë, angazhohem politik përderisa kjo e shërben popullin tim, kombin tim. Ama shumica për njerëzve që rasen politik nuk janë të këtil, fatkeqësisht. Ata e shohin interesin e vetë personal. Në bëjnë pare, në bëjnë pozit, në bëjnë status social, ekonomik, t'jen dikushi që pyeten ose njifen e kështu me radhë. Këto interesa vetë se të bon barë që kemi marrë me vete para Rabbul Aleminit. A kurse se cili për atyre muslimanve që të gjitha angazhimet e tija e ka parasysh këtë parim, se krejt që ka bën, krejt që ka thot, krejt që ka mendon, krejt që ka angazhohet, krejt që ka përkra, është për të ndihmu Islamin, a i për çdo gjë ka mu shpërbly. Edhe dyta, krejt që ka mendon, krejt që ka propozon, krejt që ka punon, krejt që ka angazhohet, kontribon, e ka për qëllim me shërby kombin e ti, vatanin e ti, a e për këtë që ka bën ka mu shpërbly. Ama temi sinqert se pak janë kësaj kategorie. Shumica janë interesgji. Shumica e shesin për hershmen, për të përkohshme. E shesin më të madhen për më të voglën, më të mirën për më të keqen. E shesin ahiretin dhe xhenetin për përfitimet të vogla materiale në këtë botë. Edhe andaj gjendja jonë nuk përmisohet shumë edhe dukshëm. Po shkojmë tu lakamen që themi na këtu në Shkup. Herë bëhet pak më mirë, më njëherë kthehet bëhet keq. Pas e pak përmisohet, pas e apet bëhet keq. Që na secili prej neve qasjen tonë në këtë drejtim nuk e kemi në këto parametra. Se cili vrapon për interesin e vetë, edhe për plasje intereseve mes individve dhe grupeve dhe klaneve, e bën të dopt pozitën tonë, si musliman, si shqiptar, këto në vendet tona. Pastaj, vazhdoj Ebu Bekri radhiyallahu anhu, sidqu amana wal kadhibu khiyana. Subhanallah, çdo fjalë që e lexojmë, ajo neve në nëzit me reflektu për dhe me fol. Sidq, sinceriteti, vërtetësi është amanet. Kur je i dopt, kur s'ki pushtet, me rejt është mare. Me rejt është degradim. Me rejt është humbje e burnis. Me rejt është mëkat i madh te Zoti Dhul Xhelal. Mire po dami pe asaj është i vogël. Edhe friga nga ndëshkimi është i madh. Edhe andaj njerëzit e rrejnë në rrethe ngushta, në pozita të vogla, për shembull e rrejnë një shokun e vet, pse? Se damin që mund me pas nga ai që e ka rrejnë është i vogël. E rrejnë prindi fëmijën e vet, pse? Se dami që mund ta bën me atë rrejnë është i vogël. Rrejnë punëtori atë që ka marrë punën prej tij. Pse se dami është i vogël, rrejnë punëdhënësi punëtorin e vetë se dami është i vogël, rrejmë na në rrethet të vogla, aty ku jemi sigur se s'ka dame të mëdha. Ama, kur fleti para policit, ose fleti para gjyqit, ti zguzon me rrejnë vetë vetiu. Pse? Se thu nëse rrejnë,
edhe vërtetohet e kundërta, ka pasoja juridike, ka dënim. Edhe mundohet njëri me qenë i sinqert. Ama kur ta kish pushtetin, atëherë ti s'ki tut, se ku t'jep llogariti. Po flas për rrethonat tona. Kur ku s'jep llogari? Se prokurorin ti e vendos. Gjykatën ti e vendos. Procesin e vendimarrjes ti e ke në dorë. Vlerësimin e vendimit tanë, njerëzit e tu e bëjnë vlerësimin, auditimin, korrigjimin e kështu me radhë. Edhe andaj kur e ki pushtetin, rrena për shkak të gabimeve dhe dështimeve bëhet e përditshme. Edhe aq shumë rren politikanët dhe pushtetarët, sa që mo nuk i mojnë mend rrenat e veta. Edhe ajo që ka thonë dje, sot e thot kundërtën e asaj 100%, edhe as nuk skuqet, as nuk djersitet. Pse si ju ka bo shprehi me rrejt. Edhe me çdo respekt për secilin, ama nuk di dikan që është politik edhe kur s'ka rrejt. Se me pas që si bura na, sigurisht se gjenja jonë shkon ma e mirë. Ama ju ka bo rrena, do thot përditshmëria atyre. Pse se s'kan tut për kukujt. Se qaj gjemat, qaj popull, qaj elektorat, që të votues, ma shumë i gëzohen ati politikonit kur aji e rren, me premtime që s'mund më realizu, se sa aji me fkoni sinqert me të me thënë që kjo s'bohet. Edhe që kjo s'bohet, ama që kjo bohet. Për 3 gjanave, 2 s'bohen, 1 bohet, ama kjo që thamë bohet si duhet. Elektorati ka qef ma shumë me thonë, jo, tutërijat bohen, edhe pse tutërijat fillojnë, edhe tutërijat jesin pa u bo për 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, si kurse po ndodhë të na këtu në shtetin tonë, keq ka nisë me bo, asë një sens se kanë bo në fatin e caktum, asë një sens. Nuk di unë një gjanë që këtë shtetë është bo, me atë që është planifiku, është premtue, për shemull, se ka me përfundu 2005, për shemull, unaza e Shkupit, edhe ka përfundu 2005. Nuk di gjanë që ka dalë, dikush me politikanëve ka premtu, se kjo fillon sot e përfundon këtë datë, që ka ndodhë me përfundu në datë. Asë një sent. Pse se ajse ka gajle, nuk i tut as kujt, nuk i tut as parti shtetënor, sa i veto shteti, po nuk i tut as populli, se populli nuk ka interes me bo unazën. Po sikur se ai shef të e bo unazën me vjedh, edhe populli ndërkohë, shef të kone i pushtet dikon me vjedh. Edhe bo njësaj, si votuesi, si i votuari. Interesi ty më është me vjedh. Edhe këtu bohëm bashkë këtu ditë, edhe gjenë gjutë mirë kuptimit me zvete, edhe askush askënd s'kshirë me lëviz për vendit vetë. Jap të sqarime për me kuptu pse neve kështu na shkojnë punë. Se na imi si ata, ose ata janë prej neve. Ato s'ka nërë për qillit, nuk janë UFO, s'ka nërë për Hona, s'për Martit, janë njerëzit që ka nërë për familjeve tona, na i njofim. Edhe për shkak se na imi si ata vazhdojnë njëjtë si e qenë. Edhe s'kan tut as për neve, as për shtetit. E ta shqife e Bubekri që ka thot, e set ku emane, une kur s'kum pas pushtet, me sinceritet kam arrit autoritet. E jo mësot që kam pushtetin. Vetëm sinceriteti ka mundësi me mbrojt prej lajthitjes dhe devijimit. Andaj sinceriteti vërtësi është amanet. Aje i pa pushtetshëm, aje me pushtet, aje njeri i vogël, aje njeri i madh, aje njeri i rëndom, i zakonshëm, apo njeri i rëndësishëm. Sinceriteti nuk lëviz, nuk ndryshon. Ajo të bën dobi vazhdimisht njëtën tënde. Edhe jep sukses dhe bereqet vazhdimisht njëtës tënde. Edhe asaj private, edhe asaj shtetnore, edhe asaj individuale, edhe asaj kolektive, edhe asaj të dijes, edhe asaj të veprës, edhe asaj të biznesit, edhe asaj të familjes, në gjitha mejdanet, sinceritet bën dobi, është amanet. E na kështu o vllazni duhet me kultivu në zemrat tona sinceritetin dhe vërtetësinë. Mos me aleu vetës me rrejt në asnjë rast. Për asgjë.
Kur një herë. Hiq. As hajgare e bile. Me konë sinqert, që kjo është Allah. Që kjo është e vërteta. Na pëlqen mirë, s'na pëlqen s'ka tjetër. S'kemi nevoj na me hy lugave të rrenave, se rrenat nuk na qenë selamet. Vesh na bëhet barë, e ngarku me mbisupe tona, që sa ma shumë që na ngarkohemi, llogaria ka me qenë edhe me rëndë. Dhe gënjesht është rasti, këtu metëm përsëri, koha që keshim disponim përfundoj, vazhdojmë inshallah taala në dersën e ardhshëm me sqarimin e fjalimit të Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, e dashur e pa dashur po na merr kohë, thjesht për me reflektu, për me qelë syt e zemrës, së bashku me syt e ballit, e mi po gjërat ashtu si janë, tek na, se cilit e vetja e ti, e pastaj me fillu ndryshimin tek na, se cilit e vetja e ti, nëse dojmë na me pas ndryshim pas e njetën tonë në përgjithësi. Allahu na përmisoft e na rregulloft, Allahu na i falt mangësitë tona dhe na i plotësoft dobësitë tona. Allahu i madhëshëm na dhash dije të dobishme dhe vepra të mira, na dhash sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për të marrë këtë porosi. Allahu i madhëshëm na bashkoft me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.